Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Doruntina. Minutat në vijim janë të rezervuar për prekazin legjendar. Pra mirë se vini në prekazin legjendar, zemra e rezistencës shqiptare. Qëndroni me neve. Fjalët janë të pakta për prekazin heroik. Ne po vazhdojmë si gjithmonë, po e komentojmë fshatin. Në fillim të fshatit jem të e pa një rregull, është pastërtia në nivel, gjithçka është në rregull. Përveç kësaj, veçoria e fshatit është se është e monitoruar nga kamerat e sigurisë 24/7. Por me ardhën prekaz edhe mos e me undal tek pjesa kryesore që e veçon fshatin, janë varrezat e familjes Jashari. Ne po hymë drejt varrezave, po e bojmë një komentim të shkurtër. Si që thash edhe në fillim, janë fjalë të pakta çka do që thojmë sot për prekazin heroik. Këtu përshon zemra lirison, lavdi Jasharajve dhe gjithë ata të cilët e dhanë jetën për lirin të cilën sot ne e gëzojmë. Lavdi. Ne miqtemi po largohemi nga pjesa varrezave për të komentuar pjesën e fshatit. Qëndroni me neve. Po e komentoj edhe pjesën që e kanë këtu afër varrezave, po më pëlqen gjithçka është në rregull, pastërti. Për ata të cilët nuk e kanë pas rastin ende me qenë në prekazin legjendar, ju ftoj me ardh, por me qenë shqiptar edhe mos me ardh në prekaz, nuk e di si shkon kjo. Mirëmbajtja është, pastërtia, gjithçka në rregull. Një hapësirë bukur e madhe. Hajde po vazhdojmë miqtemi, po hymë drejt fshatit, jem të e pa marketin në fillim të fshatit, i cili pa dyshim e mban te Anel Jashari. Po provojmë në miqtemi me hymë, mos po e takojmë dike, me na tregu diçka për fshatin, jem të i pa edhe plisa paska. Hajde po shkojmë, pe marrëm një pjesë. Oj, zot i shpis! Mirë si jo gjejmë. Faleminderit, është knaci. Është knaci, do. Hajni mirë, Regja. Hajni lotë, shku kaloni. Mirë ka të zote. Mas pari falenderoj shumë që këni gjithë kohë. Respekt. Barë më na vizitu. Prekazin tonë heroik. Edhe e thash krejt në fillim, ai që nuk ka qenë ende në prekaz, si me qujt vetën shqiptar. Kum një thonet një plakot. Në qofë se edhe në Mekë shkojna, nuk vina në prekaz, nuk në gjetë as Meka. Sa është të vërtet nuk e di prej një plakot, 85 vjeç, u ko një shkupit ma ka thonë që të fjallë të bashkë lokale. Shumë fjallë me vend. Falenderit që këni gjithë kohë, Unë jam të i po gjithandej. Wow. Falenderit që këni gjithë kohë më orë të na më na vizitu, po ta qefën e një ples me ta dhurue. O, faleminderit, se dihet se po më rrinë, se edhe i kum lidh flokët, po
Na shes po më rëkeq, a? Shumë mirë, Po, shumë mirë këtë rëngë. Kujt i rrim plisi keqse? Tradita e ju në shqiptarëve është plisi. Fiks. Edhe kret keq nëse dukna në prap dukna bukur, se e kam të vendosëm një pesh, një borë shumë të madhe. Faleminderit shumë për juve. Shkurt për fshatin. Për çka njihet tjetër përveç historisë, si është mënyra e jetesës në këtë fshat? Mënyra e jetesës në këtë fshat do të më konë krenar, ai njeri që është i këtij vendit, e veç mbi emrin që e mon Jashari. Me këtë super fjalim, unë veç po ju përshëndes. Faleminderit për Nuk te po ju zoj, marr respekt për te. Respekt edhe për juve. Kaloni mirë, faleminderit. Ne po vazhdojmë drejt fshatit. Hajde miqtë e mi, një pamje shumë e bukur e fshatit Prekaz. E kemi edhe shtëpin tashmë legendarit ton, heroit ton kombëtar, Adem Jashari. Hajde miqtë e mi, po shkojmë drejt shtëpisë së legendarit Adem Jashari, të cilët bashkarisht e dhan jetën për lirin të cilën ne sot e gëzojmë. Është kënaqësi me qenë në një vend si që është Prekazi, po besoj që jam të uduk bukur, nuk ja kam idenë se si jam të uduk, e falenderoj këtë djalin që u kujdes edhe ma ka dhënë edhe këtë pollovirin, i cili është i marrun kështu me grep. Ne do mundohemi me i marrë pamjet, sa ma shumë që është e mundur. Gjdo gure, gjdo shenjë, këtu flet për sakrificën që na e solli lirin. Në këtë vend nis liria jonë, nderime dhe respekte të përjetshme për familjen e Jasharëve. Miqtë e mi, jemi në një pjesë tjetër të bukur të fshatit Prekaz, pra kjo pamja prapa meje është një pjesë shumë e bukur e fshatit. E kam parasysh që kemi bërë shkëputje të shpeshta për gjatë ditës së sotme për shkak të kohës me shi, por për gjatë asaj kohe, sa ne nuk kemi qenë në xhirime, jemi mundu, kemi provu me taku banor, me gjetë banor, me na tregu për fshatin, e kam parasysh se nuk kemi informacione shumë sa i përket Prekazit, Prekaz jo ku, por që disa nga banorë që i kemi taku nuk donin të prononcoj para kamerës, kam pas pritshmëri shumë të mëdha në këtë fshat, jo me tregu për Prekazin janë cilin fshat. Por që kjo është e vërteta. Gjithsesi, do keni pamje sa i përket kësaj epizode, do keni pamje më shumë të fshatit dhe me pak biseda dhe me pak informacione.
Veçori tjetër e fshatit është se në këtë fshat ka shumë rini, nuk e kam braktis fshatin, përveç kësaj çdo shtëpi është e hapme, nuk e ka drynin si në shumicën e fshatrave. Veprimtaritë e tyre, punët, i kanë në Skenderaj. Nuk është që kishte ndonjë biznes në këtë fshat, ose nuk pash shkollë, xhami, si jam mësuar në fshatrat e tjera kujdes, ku ne kemi miqtemi me shi, mezi kemi arrit sot me xhirime, na bëni halal, e kam parasysh se nuk ka dal ky epizod, ky fshat siç jemi mësuar në fshatrat e tjera, atmosferë, mikpritje. Këtë mikpritje nuk gjeta, edhe pak banor çaj kom taku. Momentin kur nuk dojnë me bisedu, me na tregu për fshatin, s'di çka të them, po e ri përsëris edhe një herë, është shumë për çudi mos me dal me fol për prekazin legjendar. Me une isha mburr me fshatin, nëse kisha qenë e prekazit, isha mburr edhe me s'kisha prit me dal me tregu për fshatin, jam e mangët sot sa i përket informacioneve në këtë fshat, përveç historisë cilën e kemi komentu. Çka po du me thonë tjetër në këtë fshat, jam të e po një restorant i cili po u quaj ka Kroni, është mundësia e fundit që po du me hy me provu, mos po e takoj ndonjë banor, me qenë se këto mundet me pas edhe klienta të vendeve të ndryshme. Por gjithsesi unë po du me provu me gjetë pronarin e këtij restauranti, pak shumë pazar që thojmë, e shini, do thot ora është dikon ofër 5, ne kur kemi dalë me xhirime që nga ora 11, por që koha me shi, kemi bërë shumë shkeputje, edhe në atë kohën, në atë periudhën sa nuk ishim xhirime, ju mundu me gjetë banor, me taku banor, por ja që fati sot nuk e dishti. Çka tjetër për çudi, ne kemi provu edhe me Ciceronin me bisedu, ai nuk ka pranu me dalë para kamerës. Loj, lalla, nuk di çka them. Hajde po hymi këtu brenda në restorant. Ndoshta dikush e ka dhe fobinë e kamerës, edhe ndoshta e ka pas atë fobinë që mos po bllokohet nga pyetjet e mia, këtë nuk e di. Se kështu më njofke, por më vje keq që s'ka bisedu. Hajde, po hymi. Miqtë e mi, si që ju premtova, unë tash ndodhem në ambientin e restorant Kronit, edhe e takova pronarin Bacin Ajet. Faleminderit shumë që na i hape dyrt, edhe pranove me bo një intervizë bre bashk. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë, keni orë në fshatin tonë për kazi është i ulti post. Tash i thojnë e poshtën, për para i theshëm ju, tash i poshtën, e mirë se keni orë, keni gjetë kohë mjaftueshme. Faleminderit edhe për ju. E mirë, si jo gjejmë shkënaqësi e ju në gjithmonë. Fillimisht, po du me undal me fol pak për historikon e fshatit Prekaz, edhe pse kjo tashme veç nuk besoj që ka dikush që nuk e din historikon e Prekazit. Prekazi edhe para lufte, edhe pej që e mojnë mend edhe njerëzit e vjetër, ka qenë një fshat historik që u përballë me shumë peripetit ndryshme, edhe të kënaqshme, pra edhe të dëshpërume, edhe të zorshme, edhe të lehta. Ka qenë një fshat shumë i bukur, i banum me kryt me shqiptar, ka pas pasuri natyrore të mjaftueshme, toka ka qenë e punueshme, ka pas torna edhe të njerëzit i kanë qenë punëtor, mirë po ka qenë edhe njerëzit shkollum, që kanë arrit me kry fakultete, me kry shkolla, me të larta gjithqysh. Kështu që është një fshat për të përmendur jo veç historinë e luftës e këtyne tjera, po edhe me shkollime dhe të mërime tjera. Po sot si është? Ka ndryshu gjendja? Sot është fshat shumë i mirë po ka disa mungesa. Lufta ka bërë shkatrimet mëdha, njëkohësisht edhe njerëzit pak janë shpërndarë, kanë shku nëpër vende të ndryshme të Evropës, e është një numër pak më i vogël i njerëzve që të cilët punojnë edhe jetojnë në fshatin Prekaz. Mirë po, apet, prap, ka njerëz mjaftueshëm,
kanë met njerë që udhëheqin edhe punojnë rregullisht në këtë fshat. Më intereson në këtë fshat sa ka investu Mërgota, sa ka kontribu, edhe po më intereson pjesa e fshatit kur është ndërtu sfundi kështë. Po kjo gradualisht mas lufte, dikun më një herë pas lufte kanë investu dhe Mërgota tjashme pej Turqis, kanorë pej vende ndryshme, pa e marë investimet që kanë bon vetë banorët e këtij fshati, kanë ndërtu shtëpia se kjo ka qenë veç e shkatrume. Na kena jetu mas luftën një kohë, derisa janë marrë renovimet banesa në për qadra, në për tenda, në për qysh kena mujt. Mirë po pet disa që kanë qenë në për shefri, kanë shprej dëshirën me onë vendlinje me jetu, si do këllë qysh do quftë. Në kushtet vështira, janë këthy e kanë marrë madhe për vendlinje. Kanë investu gati e thuj se shumica e vendeve evropiane, cilat e kanë dorë Kosovën, i kanë dorë popullin e Prekazit, i kanë përjetu nështë edhe traumat edhe vështërësit që i kanë pasur atë luftet, edhe janë këthy kanë bërë diçka të mirë për këtë dhe. A kanë bo, sa e ka meritu Prekazi? Jo, nuk kanë bon. Nështë kanë bon deri dikun, po këtu njerëzit zakonisht kur janë ardhur atëherë, nështë shumica dhe kanë keq përdor. Atë mirësinë e tyne, se na ndërtheshin me marru një shtëpi, na marreshin veç na shtishin në pikë, ama aty manej nuk e vazhdojshin, jo që ka pas. Veç sa me ndërtu, ja që ka pas, po ka pas edhe asi që e kanë përfundu me sukses që kanë para po. Prekazi legjendar meriton më shumë se kaq. Ka meritu edhe meriton prap. Se hende ko këtu ka pak do, për shembull që nuk kanë kushtet krejt ashtu të mira, po meriton hala minimum, meriton me dhe rrugica tepe. Rrugën ka erdhë këtu, nuk ishte e shtrume. Se tash politika për njek pak. Për njek politika që është e katunorve, e këtyne njerëve, nëse se i kyqën politik, di që shpo konsideru është nuk i kuptajnë këtë punë. E unë si jam i kyqën, nësë një parti. Neutral. A partijak. Kom qenë në arsem edhe që ashtu kom metë, a partijak. Pas një partije që kanë kërku më kuadru për dhe kelle. S'kom pranu, se dikun... A ka prej atyre që kanë shfridzu këtë historinë, po e them kështë kushtimisht me atë se çka ka ndodhur në Prekaz për gjatë atyre viteve? Është e mundshme që kanë shumë. Shumë kanë përfitu në korrezët këtyne viktimeve, familjeve që kanë rënë sënë. Ka shumë që kanë përfitu. Edhe sa dhe asoj dite kanë një rajnë në uke, thunë me dhejdi kanë se të njëm i Prekazit, asë shtesh, deri sot ja këqyrë dokumentin letër njëftimit, mirë po, prapë ata për vetje kanë. Normalisht, në ngjarja e asaj note, keni qenë në fshat ju personalisht? 6 mars, Keni qenë? edhe 7 po. A mundesh shkurtimisht me na e përshkru atë notë? Ja, jam me përshkru ato, duhet me përshkru 30 sa ka Ka ndodhur. shumë, unë e kom thonë edhe krejt në fillim, Ka shumë. fjallët janë shumë të pakta me e komentu une, po dhe gjithë se cili prej nesh, me historinë që e ka fshati. Shumë. Lufta aty ka fillu dikon kanë 7 orë të mëngjesit, ku është rrëthu krejt kjo lagja e jasharve. Pa ato lagja tjera të Prekazit tonë, e forcave militare, paramilitare serbe, ka fillu lufta në ora 7. Këtu është veç i bloku me krejt këtë fshati, se jo keni po edhe strukturën e fshatit që shoh sikur në lug, a krejt kodrat rrëthe për qak. Ata i kanë përforcu ato pikat rrëthe për qak, i kanë bloku edhe tani, unë e kom po shpinë për fatë. Për të aty në ka u bloku që atje poshtë e kamone. Ta shpinë, që atje e më të konë, mas e më do për vlasdive, e më do në qatë pjesin që atje edhe
Fatin e kom pas që sëmë përfri në atë bashkë në luftë këtu mrena. Që në ashtë ati kushtet, kom kontribue, kom liftue, po në fatin e kom pas që s'kom kom këtu se ndo këtë si shata, shi shatë jetu aty, i ke po aty, aty vërrejzat aty. Aty e sa me kom këtu, po fatin ka për tjilë që ashtu edhe s'kom qenë, kanë luftu, ka shku keq, zjarëm, flak, stena, në naunët atje ka pas tenga, ka pas tupa, ka pas krejtë, në tonë edhe në pjetonë. Kodrat i ki këqyrë, nështë ka pak I gjithë fshati ka qenë I përfshim, i rëtheku. po, nuk ka qenë vetëm synim shtëpia, familja Ja, veç. e jasharve. Logja e jasharve, se jo gjithë fshati. Kodrali e lushtaki ata nuk kanë qenë të blokun. Blokun nuk kanë logja e jasharve, ku ka qenë edhe dem jashori me antarë të familjes edhe me bashkë luftetarë tjerë që edhe jenë rohë ndërshmorë luftës. Mbas kësaj periudhe, ishte e vështirë me morë vete, me vazhdu jetën tutje. Ka pas shumë vështirësi ndryshme se njëri me shku disa zajt pullës, se disa shtazë dvogla edhe shumë e njën vetën prekun, e njën bëqyrë demoralizu. Me sen e mirë, po prapë njëri ju duhet me jetu, që a qitë metet, duhet me jetu, kanë njësë, kanë bënë të renovime ndërtesave të shtëpijave, sene e tana, edhe kanë shprej dëshirën më këthy në vendlidhje. Kështu që tash është shati I mirë, me që keni vrejt, ka ndërtesa tash të mira, tu krejti kemi bëna me vetë kontribut, kështë ka një mu. Që të të mirët. A e kemi një los në një farfor me pak gjakon e atyre që e kanë dhënë për neve sot? Shumita e kanë harru. Shumita e kanë harru, shumita njerëza se do në ashtë asë që kanë një, edhe që kanë do diçka, që mos e si ka prejkë kur gjo, ata e pak më ndryshe njën. Pro edhe Evropa dhe shtetet tjera dhe tana, kur e njën cëra ose janë disa që prejken edhe din për shamën vështërsi, qka I sjell lufta, qka sjell mas lufte, qfar duhet me bon, qfar ndimash me dhonë, e kështu që disa s'nin. Disa qas ka prekas familje, se ka prej kërkun, a e nin pak në ashta vetën që s'ka ndëllë kur qështë. A me pas përjetu tonë, që shë kanë përjetu, që unë për shamull që e kumë përjetu që zjarë, që ka shku në të 30 është të mërruse. Në vjen keq që s'ku mujt as me pas me shka me bon fotografim, as me pas një editor, me shenu do sene, po s'na karon men se di shumë, apo jem na, apo jesëm ma, se shumë edhe na kritë në nërgërshon, e kishëm, nuk di kush po pështën, kush s'po pështën. Që ju për gjatë aty në 3 ditëve radhazi bombardime që keni pas nuk keni largu nga shtëpia? Jo, atje poshtë. Se ata kanë poshtë. Kishit ku me shku, se kishit mundësina s'dë ishe me Ka me lënë. shku. Si po se qka me do? Atje u konë për asfalt e blokume. Edhe ne, po shqyqyra ne nuk jënë hi. Po jënë hi veç pej asaj spisë sa hitit një farë rrugë, nuk di. E pa një përmendjore që I kanë qitë një grua dhe një burë atë. Që aty u konë në blokume kështu dhe kënena në për kodra këtu. Një rrugë qele kanë posë që kënenaj. Për me shku populata do që asë kanë do grove do thmine që kanë shtu, se tjerë të shko. Unë për gjatë qëndrimit tim sot në këtë fshat, ju mundu me marrë pikat kryesore të fshatit, por që nuk pash as shkollë, as xhami, as shtëpi shëndeti, kom pas shumë pritshmëri që fshati, unë kam qenë vizit, Ka tepër. po, kam qenë vizit tek familja, tek shtëpia, dhe më thonë në jasharve, po kështu me një hy fshatit nuk më ka ras njëherë. Edhe komendu që këtë është I ndërtum, I ka gjitha elementet për jetes, shkolla, keni? Shkolla kemi, një shkollë që ka veqe 5 vjeqare. Në përkas tullë ka të Kodralit, është një shkollë fillore. Spital të s'kena ambulant, s'kena mas e kemë bajagje, që e kemë qytetin ofër edhe nuk investojnë kështu. Tjera Kish s'ke. dash me investu këtë fshat. Kish dash me pas prej A deri në Z. Këto
Këto është desh, po nërësh po flitet e nërësh po veprohet. Unë thash kom pas pritshmëri shumë të mëdha për fshatin. Neve në theshin kur ishëm në Arsem, adin, me përjetum që ato për 90-99, theshin kur dalëm nga lufta, arsimtarët kanë me hangër me lukë dukatit. Bajagjeshi kanë me pas torna, kanë me pas familjet me perspektivët modhe me sani, po s'du laj heq, mas lukët e prap se prap, arsimi me të pusht. Sot asoj dite, alon nuk ka për shamull, në arsimi rrugën nuk e di sa tash sa, ose më tash jem penzion, se më konë që më koni knoshën me rrugën ta. Shamull 5-6 antore, 7-8 antore, 10 antore, me i mojt me një rrugë, ka konë shumë problem. Mirë po fatin na i kemi pasë dhe atë dy jashtë, e na kanë ndihmu për mirë më ndërtu e me jetë pak ma shumë për para. Banor, çka jeni këtu? Me çka mirën, çka punoni, si e fitoni bukën e gojës? Na, që kemi në personalisht, po thëmë pensionin e kam. Unë edhe gruja kena pensionin, punojna, tu kënë kemi dikon një 5-6 hektar, kena mjellë krejt grunë, mjellëm se në vynë, edhe këtë djalli punon që që i modhe një, është ta i punon me rrët me këso, me gjithë ta puntuar bashkë me këtë restoranin, na ka pak e ndihmojmë, edhe me bujësi, blektori pak nuk mojmë shumë. Këtu i kena morë vësa për vinë fëmija, kur vinë ta knoqen mas tyne, jo se s'ka kush. S'ka kush kuj ka 3 fëmijë të vogël, tjerët janë jashtë, krejt me fëmijë, 2 djemë tjerë, me familje, me krejt janë jashtë, ata veç kur vinë pushim. Ti që kam habiti mu bacajet, unë e thash, ishtë dosh me prit në rallë, me mjop intervista, me umburë, me fshatin. Dhe që me këshen? Se nuk e di si janë banorët, nuk kam përshtypje shumë të mira për banorë. Mos janë konë ata që janë orë si vizitora, se Ata më theshin që jenë të prekazet e se dit ashtë. nuk e di asë më shëllime kanë kemi shqitu, s'ka për çka më frigu. Këtu do sanet vëshë dhe të jenë real, dhe të lasin realitetin, dhe të përshkru në gjendjen bashkë qysho është, tek është, dhe s'ka për çka më frigu. Unë e thash si kur të kisha qenë e prekazet me burri, me krenari, kisha dalë me jop intervista dhe jo ki qka me tregu për këtë fshatje nuk e di. Ju me që edhe po e shikoni emisionin, e përcjellni emisionin ton, i ke po në çdo fshat, dolin, flasin, tregojnë. Edhe s'është në ashtë ta heqi mire, se anë e banë Dalin, po. e qënë për E para. këtu e kundërta. Mu më vje ketë se një mundu me pasqyru mënyrën ma dinjetetshme, ashtu si që dhe e meritëm fshati. Ushëm po vje keq, që pse mos me dho intervista kjo gjë është normale, për luftën e din çdo njoni. Ndoshta e Edhe kana Evropa. të drunë që ndonjë koment aty mos po lëshohet edhe Po ti jepen përgjithësi, mëse jep për shembull ai ti u kështu kë, ti jepe për aty shkruan historia, po shikon, edhe është shkruar me historia, jep aty se cili sa ka kontribu, çka ka kontribu, sa antar familjes janë rasa këtu, aty veç i shkruan, janë shkruan aty. me që jem të banorët, pyetja e fundit, si janë raportet mes banorëve në këtë fshat? Njihni me gjithë, a martohni, jeni një fes apo si? Jo, këtu na në këtë lodhën jashore që jemi, nuk martohem në qak, edhe nuk martohem as me lushtak i kodrali. I konsiderojmë bashkë fshatar, bashkë fshatar, edhe nuk martohem as me ta. Martohem me do lodhë tjera jashtë, për shembull, Rezorda, atje Ljubovece, me Koshnice do janë katune, janë katune tjera pak më lartë. Tash edhe për i morën veç këta rinia pak, Ambit rini, se më thanë që po. Ka rini, po është pak të mërrushme që nuk din me që ka më morë tash këtu. Në lagjen tonë për shembull, nuk ka hallë sportiv, nuk ka vend të rekreacionit,
nuk ka vend ku merë në rinia me dishka, është pak keq. Ato ne thash më herët nuk posh ndonjë ndërtim, nuk posh siç e meriton Prekozi. Qa shkime Rinia ka dëmja mojt. Se shko, veç i dolin në qytet. Prekozi çdosh me i pas gjitha, me sallë sportive, me qirë dhe me gjitha. Që 25-6 vjeta so mas shlirimit, i përmenën që do më bon një farë bukurie, një farë alamet, investime këtu në vendin tërë, po ka po shkujnë nuk pidia së nësë për më i Vullohen. Dikun po shkujnë, se dikun është ta qeveria i qete sane, po për tjera sane s'kiqa me po. Pas ke qenë t'i herë tu, i vizitu ke po kretë qako. S'ka këtu më sheftë kur gjë. Peja soj shpije diktina që tu këtu logja jasharve, që tu qaj pas ke po, asë nuk ka tjetër shkull këtu, asë nuk ka ambulant, asë nuk ka për rini, asë për sport, asë për kur që. Do të me cikë se logja është e vogël, ne çdo epizod ja kushtojmë se cilës logje. Për shembull sot kemi qenë në Prekozin e Ult. A ishte ky i Ult, po? I poshtëm i thunë. I poshtëm i Ult. Ditëve tjera shkojmë tepër min e kështu me radhë. Unë po du me ju falendru për zemërsisht për kohën edhe për pritjen e mirë që na bone, na i dha pak informacione për fshatin, për ata cilët nuk e njohin Prekozin, sa do pak nëpërmjet kësaj interviste, po besoj ka qenë e mjaftueshme. Për mu ishte shumë kënaqësi personalisht. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë, keni orë na vizitu. Na jem me këpërica, po ku me nditë mu po brengus e që a the ma herët. E shola tashe të tjedhe për të mirë përisëm. Shpresoj që në logje tjera do jemi të mirë pritur. Nështë e shola dhe përmësivëm edhe na. Besaj që përmësivën koha e bandetën edhe bon, rikthesa. Po, jo normalisht, une krejt esenca, qëllimi i ditës së sotme është se kom pas pritshmëri se Prekozi është vend i njoftëm anën bon botës, edhe kom pas pritshmëri shumë atë mëdhaja. Kjo është dhe më thonë, krejt çka po du me thonë. Po, diçka tjetër s'kisha me shtu. Ja, faleminderit për juve, edhe jeni mirë se orë në kur do që na është përmisium edhe na pak e ishtim në funksion të runin ma shumë. Ndoshta e kanë fobi kamerën. Jo, kamera që për njëve që për mësë është kur gjë interesant si me kamerë si po kamerë në bisedojmë, nuk është qash. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe për juve, faleminderit. E ju bëhë mirë kopja. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, këtu e po e përmbyllëm ditën e sot me sa i përket qëndrimit tonë ditur në Prekaz. Këtu ishin informacionet, ky ishte fshati legjendar, shifemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.